Të jesh i fortë do të thotë të ka përdishë dhimbjen që të ka pllakosur dhe të shtypësh plagën që të mundon dhe të ecësh përpara me buzëqeshje, para çdo kujt që pret që ti të rrëzohesh apo të dorëzohesh, dhe të jesh i sigurt se Zoti nuk ka për të lënë të vetëm. Për fat të keq, ne jetojmë në një kohë nëse dikush dëgjon diçka të mirë rreth teje e fsheh. E nëse dëgjon diçka të keqe rreth teje e përhap me shpejtësinë e dritës. E nëse nuk gjen të met tek ty, shpif rreth teje. Mos u bëj pishman për çdo lidhje e cila të lodhi dhe nxori zbuluar sjelljen e ulët të dikujt. Falëndero Zotin që ta shfaqi hapkazi dikë, të cilin e mendoje ndryshe, në mënyrë që të kish kujdes të ruhesh nga të tillë njerëz në të ardhmen. Ki parasysh mësimin më kryesor. Mos ndrysho veten dhe jetën tënde për shkak të një personi negativ apo të një personi që të bëri keq. Por nëse mundesh, ndro 1000 veta për hir të jetës tënde. Kush nuk